Kjo është gjendja me mbeturinat në kryeqytet. Situata mes komunes së Prishtinës dhe kompanisë për menaxhimin e mbeturinave pastrimi ka rezultuar me mbushjen e kontejnerëve me mbeturina dhe përhapjen e tyre në për kryeqytet. Qytetarët shprehen të indinjuar për gjendjen e krijuar, duke theksuar rrezikun për shëndetin publik dhe ndotjen e ambientit. Shumë është shqetësuese për shëndetin, jashtëzakonisht, po prej bregu diellit ka erdha kreti poshtë e grumbulluara kështu. Kjo është atë mirë, kjo nuk ka mirë, kjo është keq vallaj, nuk e di. Sa është e rrezikshme për shëndetin? Po rrezikshme është valla. Se promë ku kalu çdo janë konsta. Në emisionin Green në RTK, zyrtarët e komunës së Prishtinës dhanë verzionin e tyre për krizën e krijuar. Krejt kjo katrahore krijume është si pasojë e para një shumë keq menaxhimi, e dyta prioriteti kryeshefit ekzistent në vije keq që nuk është prezent, nuk ka qenë asnjëherë përmirësimi i infrastrukturës, i mekanizmit të ndërmarrjes, po gjithherë stërpunësimi i militantëve politikë. Kurse drejtues të kompanisë pastrimi ndonë se kishin konfirmuar pjesëmarrjen në emision për t'u ballafaquar, megjithatë nuk morën pjesë, ani pse nga kjo kompani është thënë se mungesa e pagesave ka pamundësuar funksionimin normal të saj. Ndërkohë, në një konferencë për media, ka reaguar opozita në Prishtinë. Hapi i parë dhe natyrisht më e rëndësishme është ndërheqja e menjëhershme e menaxhmentit të ndërmarrjes për të liruar rrugë të krijimit të një menaxhmenti tjetër dhe për të vërtetuar atë se ai menaxhment ka dështuar në menaxhimin e mbeturinave dhe bashkë me komunën e Prishtinës e ka sjellur ndërmarrjen buzë falimentimit. Komuna sa më parë të zhbllokojë mjetet që ka grumbulluar nga pagesa fatura, vlera të cilat deri më tani është rreth 600.000 euro. Kjo nuk është hera parë që përplasjet mes komunës së Prishtinës dhe kompanisë pastrimi për çështje financiare ndikojnë drejt për drejt në ofrimin e shërbimeve bazike për qytetarët.